8 prilli, dita e Romëve, vlerësohet si datë e rëndësishme që shënon historinë, kulturën dhe identitetin e komunitetit rom. Një grup I cili ka përballuar shumë sfida, përfshirë diskriminimin dhe marginalizimin. Televizioni Shenja ka intervistuar disa qytetarë rom, të cilët u shprehën se jetesa për romët ende është e shoqëruar me diskriminim dhe vështirësi të shumta. Ata theksuan edhe mungesën e punësimeve si dhe largimin e të rinjve. Državat e partijski organizirana. Shteti është I organizuar partijak, shqiptarizare është e diskriminuar plotësisht. Ne jemi popull më I diskriminuar nga të gjitha partitë, duke filluar nga Partia Shqiptare Maqedonase. Të punësuar ka më shumë shqiptar, ende më shumë Maqedonas, ndërsa romët nga të gjitha nacionalitetet në shqiptarizar dhe në vende tjera nuk janë të punësuar. Çfarë jete kërkohet, prej cilave kushte, papunësia është tejet e madhe. Nëse ka punë, do të ketë fryte. Kështu tha një tjetër qytetar duke vërë theksin tek të rinjt që largohen për shkak të papunësisë dhe kushteve jo të mira në vend. Mora dhe imame stërplenës dhe imame. Të ketë më shumë punë që të mundemi të mbesimi këtu. Nëse ka punë do të ketë fryte, nëse nuk ka punë, kudo që të shkosh nuk mundet njeriu të jetë I suksesshëm. Çka kërkojnë të rinjët të ikin në mërgim, kur mundet këtu të ketë punë, a ajo punë varet prej institucioneve. Ndërkaq një tjetër qytetar thot se ata nuk kanë mbështetje dhe se askush nuk lufton për romët, edhe pse me fakultete ata nuk munden që të punësohen. Një pikpyetje të madhe se sa mund të gjejmë punë. Kemi njerëz me fakultete të cilët as ata nuk mund të punësohen, a nuk kemi pak. Kemi shumë tash me fakultete, ama nuk munden të punësohen. Nuk kemi mbështetje, askush nuk lufton për romët. Ata I bëjnë thirrje shoqërisë dhe institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret për të garantuar barazinë dhe mundësitë për një jetë dinjitoze për të gjithë qytetarët, pa dallim etnie.